Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, qoftë lëvduar Jezu Krishti, po lusim së bashku me ju mbrëmsorën. Sot Kisha Katolike përkujton Shën Antonin e Padovës me shtar. O hy më eja në ndim, O Zot shpejto të më ndihmosh. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë në jetës. Amen. Aleluja. Himni. Gjeli e mshuar që mbush me dritë të gjitha krijesat, shkëlqimi i lartë i mendjeve ty të këndojnë zemrat tona. Nga shpirti yt përkrahës shndritën dritaret e gjalla, nëpër të cilat në shekuj rrin qelur shtigje shpëtimi. Mendja e parë që i shfaqi fjalët që vijnë prej qiellit, nëpër këta shërbys të hirit ndriçon me shkëlqim të ri. Pjesëtar në kuror të këtyre idejnë për mësime të ndryshme. Ky burr i lum shkëlqeu dhe ne i thurëm lavde. Me ndimin e tij të lutemi, na jep o Zot, të përshkohemi në rrugën e së vërtetës, të mundemi të ndjekim ty. Bëje ati gjithë mëshirshëm, dhe ti o bir baraz me atin, bashkë me shpirtin shenjtrues, që për amshim sundoni. Amen. Antifona e parë. Sytë tani lartësojmë drejt Zotit, derisa të ketë mëshirë për ne. Psalmi 123. Shpresa e popullit është në Zotin. Dy të verbër ja filluan të bërtasin. Zotri, biri i Davidit, ki mëshirë për ne. Thot Ungjilli Mateut, kapitulli 20, rreshti 30. Drejteje po i lartësoj sytë e mi, drejteje që banon në qiell. Që por si sytë e shërbëtorëve drejt dorës së zotrinjve të vet, Por si sytë e shërbëtarës drejt duarve të zonjës së vet. ashtu prirën sytë tanë drejt Zotit, hyjit ton, derisa të ketë mëshirë për ne. Ki mëshirë për ne, o Zot, ki mëshirë për ne, sepse për së tepërmi na kanë mbuluar me përbuzje, sepse u ngi tepër më shpirti ynë me përqeshje të ngopërve, me përbuzje të krenarve. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Sytë tanë i lartësojmë drejt Zotit, derisa të ketë mëshirë për ne. Antifona e dytë. Ndihma jonë është në emër të Zotit që krijoi qiellin e tokën. Psalmi 124. Ndihma jonë është në emër të Zotit. Një natë Zoti i tha palit në vegim, mos u tremb, sepse unë jam me ty. Nga Veprat e Apostujve, kapitulli 18, rreshtat 9-10. Po të mos kishte qenë Zoti me ne, le ta pohoj ballafaqe Izraeli. Po të mos kishte qenë Zoti me ne, kur njerëzit u ngritën kundër nesh. Atëherë do të na kishin përpir gjallë, kur u mori flag zemrimi kundër nesh. Atëherë ujët do të na kishte marrë, rjedha për rojt do na kishte marrë, do na kishin mbytur valet e ujrave të turbuara. Qoftë bekuar Zoti që s'na dha kafshat për dhëmbët e tyre. Shpirti ynë shpëtoi si trumcaku prej grackët të gjyëtarve, la ku këpotën e shpëtuam. Ndihma jonë është në emër të Zotit, që krijoi qiellin e tokën. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Ndihma jonë është në emër të Zotit, që krijoi qiellin e tokën. Antifona e tretë. Ati na zgjodhi në Krishtin që të jemi bijtë e tij. Kënga kraso Efesianëve kapitulli parë, rreshta 3 deri në 10. Hyji shpëtimtar. Qoftë bekuar hyji, Ati Zotit ton Jezu Krishtit, i cili na bekoi me çdo bekim shpirtrar. në qiell në Krishtin, Në të na zgjodhi para krijimit të botës, që të jemi të shenjtë e të papërlyer. para Tij në dashuri, Ai na parashënoi për vete. të jemi bij në shpirt.
në saje të Jezu Krishtit, me pëlqimin e vullnetit të vet, për nder të lavdisë së hirit të tij, me të cilin na pajisi me anë të dashurit. në të në saje të gjakut të tij, E fituam shpërblimin, në të na u falen fajet, me anë të begatisë së hirit të tij, të cilin hyje ndikoj në ne. bashk me çdo urti e kuptim, Ai na vori në dieni, mbi misterin e vullnetit të vet, synim që lirisht kishte vendosur, qysh më parë ta kryente në të, kur të plotësohej koha, të vërë çdo gjë në kryesinë e Krishtit, të gjithë qendësit, që janë në qiell e në tokë, lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. ati na zgjodhi në Krishtin, që të jemi bijtë e tij. Leximi i shkurtër krahasoj Jakobi kapitulli 3, rreshtat 17 deri në 18. Urtia që vjen prej së larti, më së pari është e pastër, pastaj pajtuese, e butë, e përshtatshme, plot mëshirë dhe vepra të mira, e durueshme dhe jo shtjerake. Fryti i drejtësisë mbillet në paqe për ata që punojnë për paqe. Përgjigje e shkurtër. E shpalli fjalën e Zotit në mesin e kuvendit. E shpalli fjalën e Zotit në mesin e kuvendit, Zoti dha urti dhe dituri, në mesin e kuvendit. lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. E shpalli fjalën e Zotit në mesin e kuvendit. Kënga ungjillare Magnificat, antifona, mësues i fesë dhe dritë e kishës, Shën Anton, ti shqyrtove me dashurit fshehtësitë e Zotit, lute për ne Krishtin Zot. Kënga Virgjës së lume sipas Lukës ungjilltar kapitulli i parë, rreshtat 46 deri në 55. Lartësimi i shpirtit në Zotin. Shpirti im e madhëron Zotin, Shpirti me harej brohorit hyjit shërbuesit tim, sepse shikoj me pëlqim mbi shërbëtarën e vet të përvojt, që tani të gjitha breznit do të më quajnë të lumtur. sepse punë të mëdha bëri për mua hyi gjithë pushtetshëm, I shejt është emri i tij, mëshira ti brezni me brezni, për ata që e druajnë. e tregoj fuqinë e krahut të vet, I hodhi poshtë qëllimet e krenarve, i rrezoj princat prej franëve të tyre, e i lartësoj të përvojturit, me të mira i mbushi ata që s'kishin ç'të hanë, e të pasurit i nisi duar that, i ndihmoi Izraelit shërbëtarit të vet, duke sjell në mend mëshirën, si u apati premtuar e etërve tanë, në të mirën e Abrahamit e të pasardhësve të tij në amshim. lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. mësues i fesë dhe dritë e kishës, Shën Anton, ti shqyrtove me dashuri fshehtësitë e Zotit. Lute për ne Krishtin Zot. Lutjet e besimtarve. Lavdi i qoftë Krishtit të caktuar krye prift për njerëzit para hyjit, të bashkuar në lutjen e mbrëmjes të therasim emrin e tij. Shpëtoje popullin tënd, o Zot, ti që në kishën tënde zgjove barin të shenjtë dhe të urtë, bëj që bashkësia e krishter të jetë gjithmonë e udhëhequr për njerëzve të urtë dhe bujar. Shpëtoje popullin tënd, o Zot, ti e fare mëkatet popullit tënd, për shkak të lutjeve të barinjeve të shenjtë që ndërmjetësonin sikur se Mojsiu, për hir të meritave të tyre, pastroje dhe ripërtrije gjithmonë kishën tënde. Shpëtoje popullin tënd, o Zot. Në mes të vëllezërve i zgjodhe frymëzuesit dhe udhëheqësit e popullit tënd dhe i shugurove me vullën e shpirtit shenjtë.
Mbushi me dhuratet e tua ata që i vurën në udhëheqje të kishës së shenjtë. Shpëtoje popullin tënd, o Zot. Ti që je trashëgimi i apostujve dhe i pasardhësve të tyre, bëj që të mos biret askush prej atyre që i shëlbove me gjakun tënd. Shpëtoje popullin tënd, o Zot. Ti që nëpërmjet barinjeve të kishës kujdesesh për besimtarët e tu, që askush të mos rëmbehet për dorës sate. Bëj që i peshvit, meshtarët dhe besimtarët e ndjerë të mblidhen të gjithë në gëzimin e mbretërisë sate. Shpëtoje popullin tënd, o Zot. Aty që në qiellu shetroft e mryt, art mbretëria jote u bë vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na e fal fajet tona si falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liro nga i keqi. Amen. Të lutemi. O hy i gjithë pushtetshëm i emshuar, që në shën Pantonin e Padovës, i adhe popullit tënë një predikues të shquar dhe një pajtor të mrekullueshëm të skamnarve dhe të vuajturve, bëj që me ndërmjetësinë e tij, të ndjekim mësimet e Ungjillit e në provë të përjetojmë ndihmën e mëshirës sate. Në për Zotin tonë Jezu Krishtin, birin tënd, që me ty jeton e mbretëron në bashkim me shpirtin shenjtë hy, për të gjithë shekujt e shekujve. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falenderojmë hyjin. Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, lutëm së bashku me ju mbrëmsorën ku Kisha Katolike sot përkujton Shën Antonin e Padovës, meshtar. Ju ftoj të vazhdoni të qëndroni me programet e Radio Marisë së Kosovës, një zëj krishterë në shtëpinë tënde. Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Gjithmonë e jetës.